fokusi kryesor joni si qeveri, po si Ministri i Bujqësisë ka qenë me kthy besimin e qytetarëve të fermerëve në institucionet tona. Në këtë rast Ministrinë e Bujqësisë, për arsye se besimi më herët është barur vetëm në raportet individuale të fermerëve ose të personave të caktuar me dikant që ka një ministri. E para që po du me ju thonë, është që mbështetja për bujqësinë duhet me qenë serioze. Në këtë kuptim, bashkëpunimi i komunës me Ministrinë e Bujqësisë është jetik, është shumë i rëndësishëm, sepse nuk ka dy politika të bujqësisë, ka vetëm një politikë bujqësisë. Në programin tonë kemi propozu edhe treg për secilën lagje të qytetit. Jo vetëm këto trezet që i kemi, të cilat kanë nevojë definitivisht për me u rregullu, për me u renovu, po kemi thënë çdo lagje e Prishtinës duhet me pas tregun e vet të gjelbër, në mënyrë që fermeri me u lidh me banorin e qytetit. E dyta, jemi shumë të interesuar që kuzhina qendrore, ndërmarrje kuzhina qendrore, me u furnizu vetëm për fermierit të Prishtinës. E këto në ndihmon shumë, edhe brendimi, që kena mi abo produkteve tipike të rajonit të Prishtinës, edhe për me i promovu jo vetëm për mbrana, po edhe ndërkombëtarisht. Ju një pjesë e juja furnizoni edhe gastronomin, po na dojmë që gastronomia në Prishtinë me u furnizu veç prej fermierit të Prishtinës. Na dojmë me fuqizu fermierin e Prishtinës, edhe me gastronomin me të folë që ata me pas me u furnizu vetëm prej fermierit të Prishtinës. Po si këtë takim sot, unë jam i interesuar edhe i gatshëm me qenë me juve gjatë gjithë kohës. Kurdo ku ka probleme, kurdo ku ju keni në ide më të mirë çush me bë politikën edhe mbështetjen, keni me na pas